Rritja e industrisë përpunuese dhe kalimi drejt një modeli me më shumë vlerë të shtuar shihet si një nga objektivat kryesore të strategjisë kombëtare industriale 2026-2030. Por për ekspertët, sfida nuk qëndron vetëm te hartimi i strategjive, por te zbatimi i tyre në praktik dhe te mbështetja konkrete që duhet i jepet biznesit. Duhet dy strategji, strategjia e shpëtimit apo e ndalimit të kësaj problematike, po ashtu dhe ajo e integrimit. Tek strategjia e integrimit kemi të bëjmë me atë çfarë thatë edhe ju, me rritjen e vlerës së shtuar të produktit, rritjen e standardeve për sa i përket si menaxhimit të bizneseve tona, po ashtu dhe të rritjen e standardit të produkteve që kemi, ku të gjitha këto sfida janë sfida të cilat biznesi duhet përballes përveç anës strategjike, ndrimit apo modifikimit të mënyrës punës, po ashtu dhe me një kosto shumë të lartë, e cila për momentin parashikohet që duhet i përballojë veç biznesi. Në këtë kontekst, një nga çështjet më të rëndësishme mbetet mbështetja që duhet të marrë sektori privat. Zekja thekson se bizneset nuk kërkojnë domosdoshmërisht ndihmë financiare direkte, por një paketë të plot masash që do të ndihmonte të bëheshin më konkurrues në një periudhë më të shkurtër. Më shumë se një financim ka nevojë për një strategji, të cilët ne e kemi shpallur këtë strategji që në vitin 2021, strategji të cilën qeveria e ka përkrahur. Në 2022 disa elemente të kësaj strategjie, paketë themi për manufakturën, i ka vendosur në buxhet, por që asnjëherë nuk janë realizuar. Dhe këtu nuk flitet veç për një themi një subvencionim financiar apo një ndihmë financiare, por flitet për një paketë masash të cilat në kompleks ato mund të çojnë në një periudhë relativisht jo të shkurtër, por që do çojnë atë që ne të arrijmë të plotësojmë ciklin dhe të jemi më konkurrues duke dhënë vlerë të shtuar produktit tonë dhe të jemi konkurrues me produktet e ngjashme të manufakturës europiane. Për industrinë shqiptare, sfida kryesore mbetet kalimi nga prodhimi me kosto të ulët drejt produkteve me cilësi, standarde dhe vlerë më të lartë, por ky transformim kërkon investime, teknologji, certifikime dhe përmirësim të menaxhimit të bizneseve.